e shtetit tonë, që mish nuk është. Është një poezi e shkurtër nga Trilusa, një poet italian, dhe thotë kështu. Ju lutem, për zemërsi, qëndroni fort, I wouldn't say I'm against the project itself. Of course, we want Albania to be as advanced as possible. We want the best for Albania, but the way things are being done is not okay. There's a lack of transparency, so I would say that's the main reason. We are part of the protest because we have been subject to some of the most unlawful abuse in the entire Balkans when it comes to misuse of funds and general misuse of democracy and our trust. We believe that most representatives in our country do not represent the people but represent their own interests. Therefore, we feel that it's our duty to come here in front of the Prime Minister today to protest. Fakti që çdo qytetar ka dëshirë të vi këtu e të flasë, e për çfarë të flasë, për hallet që i ka bërë ky shtet dhe ky pushtet shqiptarëve. Ndaj ne me radhë do t'i lëmë të flasin të gjithë, duke sqaruar që nga i vogli hall e deri te ai madhi hall, që ky establishment po e jep, nuk po e fal, nuk po e shet, po e fal Shqipërinë. Dhe kjo nuk do të lejohet më. Ky shesh po i tregon vendin të gjithëve, pushtetarëve, oligarkëve, kriminalëve. Ne kemi thyer frikën pikërisht në këtë shtet. Boll është boll, boll është boll, boll është boll, boll është boll. Gjabi, o gjabë. Rabatut Berisha full! Rabatut Berisha full! Rabatut Berisha full! Si që keni pa ose në rrjetet sociale shumë mendojnë që jena për qaf, shumë thojnë po tentojnë me e kap, nuk jemi për qaf, ka pat keq kuptime, ka tentativa, por nuk jemi me akuzume, me armisu me askan. Armiku i vetëm sot i përbashkët është Edi Rama dhe qeveria ti. Prandaj, që të kuptojmë, marshimi ka qenë i organizuar nga grupe të rish, si quhet, Gjenerata Z, po unë do thoja gjenerata më e bukur shekullit 21. Duke qenë që marshimi nuk ka pak të bëjë fare me grupin nismatar, as me organizatorët, nga sonte do jem unë në balë të marshimit bashkë me studentat. Por studentat do jenë pararoja e këtij marshimi me një pankart të gjatë, sepse studentët kanë një betejë të pambaruar në 2018 dhe tani kemi shumë beteja që kemi bërë bashkë derisa Kim të ikë dhe kjo qeveri të shporet një herë për gjithmonë. Që do qaqsohemi me qysh shqiptarë. Ne kemi thënë çdo natë që kjo është protesta model. Ne kemi thënë çdo natë që zemra e kësaj proteste është rinia dhe mërgata shqiptare. Atëherë si mund të ndalojmë ne mërgatët që të vijnë me aeroplana? E kuptoni që aeroporti është një kryesore jetës që na ka ndru imazhin e Shqipërisë, nga aty vinë e shkojnë shqipet që jetojnë jashtë dheut. Prandaj kemi qartë për të gjithë
asnjëherë nuk do ketë tentativë për në aeroport, sepse aeroporti është edhe vendi ku turistë nga gjithë bota vinë dhe në bashkohen këtu me ne në protest. Mos harroni që jeta ime lidhet drejt për drejt me turizmin. Nuk kam as dyqane me qira, nuk kam as biznes, as shtëpia. Po jetoj me një shtëpi me qira, unë personalisht, dhe jeta ime është e lidhur me turizmin. Prandaj nuk do ketë dhunë deri në fund, derisa të shporem këtë klasë politike. E kemi thënë që kjo është revolta më e bukur popullore, revolucioni më i bukur, dhe këtij revolucioni do shkojmë deri në fund bashkë me ju. E tani, ju e dini që shumë nga kërcënimet shpesherë që na vinë privatisht janë dora e Edi Ramës përmes dorës së Saliut. Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Atëherë si e pat ai hit i verë, se janë bërë disa hitë tani, po si e pat. Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Atëherë ftoj pra njush një studente e cila ka lanë një petej në mes me këtë palë qeveri, sot ajo është urbaniste. Artenisha. Përshëndetje Tirana. Atëherë, e gjitha nisi si një kaos që na preku gjithve, si që ishte ajo marrja zvarë djalit, ashtu si që ishte Zvërneci, si që është Zvërneci, që është një zonë e mbrojtur dhe këta, jo që si respektojnë, po i degradojnë dhe ka degeneruar të gjithë Shqipërinë, me këto pseudo ndërtimet e tyre dhe investimet e tyre strategjike. Ajo që unë duat të them është që çdo gjë tani ka marrë fund. Kam qenë studente kur jam ngritur te kjo ngritje e studentëve dhe u përpoqën ta përçajnë, por këtë herë jo. Jo, sepse ne jemi shumë vendosur për se ç'a duam. Dhe unë sot